Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një temë ndryshe. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka diçka për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse i kam postuar gjitha shenjat, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por dhe të vitit 2026. Atëherë shohim energjinë që do na vi. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, gjithsesi energjitë nuk kanë shumë rëndësi, energji uji. Shoh një sekret. Ju do zbuloni një sekret gjatë kësaj periudhe, një të fshehtë në lidhje me dashurinë dhe ju shikoj që ju do ose edhe mund ta keni zbuluar për një pjesë tjetër, por gjithsesi unë ju shoh që do t'regoni shumë të vrrullshëm, shumë të nxituar, ndoshta do jeni duke thënë edhe fjalë që nuk duhet i thoni në lidhje me një sekret ose një të fshehtë. Ose dikush prej jush mund të ketë mbajtur një të fshehtë, një sekret në lidhje me dashurinë, me një njohje, me një lidhje që ju keni. Ju shoh që keni shumë oferta rreth vetes, jeni duke menduar për një person, jeni shumë të fokusuar te ky person, i ktheni shpinën kësaj situate, shoh këtu dhe jeni duke ëndërruar. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jetë një mashtrim që mund të jetë bërë, mund të jetë një gënjeshtër dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, ose persona që thon fjalë që nuk do t'ju pëlqejnë dhe ju do jeni ndoshta do jeni pak të nxituar, do t'regoni shumë të vrrullshëm ndaj diçkaje që do mësoni, një sekret ose një të fshehtë ose persona që ju mashtrojnë. Gjithsesi, shoh i ktheni shpinën kësaj situate dhe jeni duke krijuar ëndra dhe iluzione në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person. Ndoshta ju do keni shumë oferta gjatë kësaj periudhe, por ju do fokusoheni te një person, te një dashuri. Për pjesën tjetër, kjo mund të ketë lidhje me punën, ku ju mund të jeni mashtruar te vendi punës për një vend pune të re, për një partneritet ose bashkëpunim, dhe nuk e di, por kjo gjë nuk do t'ju pëlqej dhe ju do jeni duke u nxituar dhe duke thënë fjalë ndaj këtyre personave që ju mashtrojnë ose ju kanë mbajtur diçka të fshehtë, por gjithsesi unë shoh që do keni oferta të tjera, si në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, me partneritete të ndryshme që ju mund të keni. Por në një rast tjetër shoh që mund të jetë edhe një person që fshihet nga ju, ndoshta bën diçka të keqe mbas shpinës tuaj, mundohet të fshehet, mundohet t'ju mashtrojë në forma të ndryshme, por unë shoh këtu që ju do jeni duke i kthyer ato përgjigjet e merituara, por ndërkohë shoh që do t'regojeni, do reagoni në mënyrë të fuqishme, se ndoshta nuk gjeja fjalët, do reagoni në mënyrë të fuqishme. Kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me dokumentat, me institucione shtetërore, sepse kemi edhe energjinë e peshores këtu, mund të ketë lidhje me drejtësinë, me gjykatat, me dokumentat të ndryshme, me anën shëndetësore, por mund të ketë lidhje edhe me situata që kanë lidhje me studimet tuaja, ndoshta në lidhje me diçka që ju është mbajtur e fshehtë. Në rastin tjetër mund të jeni ju që keni mbajtur një sekret, një të fshehtë dhe dikush do reagoj në mënyrën më të fuqishme ndaj këtij sekreti. Dhe shohim energjinë se çfarë na sjell shtata e shkopinjve, e më falni e shpatave. Unë shoh që e mbyllni këtë cikël të vështirë. Ju do ta mbyllni këtë situatë, sigur do të çliroheni në momentin që të mësoni diçka, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të mendoni të filloni një cikël të ri, por që të ndiheni të lumtur. Në qoftë se ju keni pasur një mashtrim ose një kështu në dashuri, mësoni një të fshehtë, atëherë ju do të jepni fund kësaj situate. Ju mund ta mbyllni këtë njohje ose këtë lidhje që keni, ose një vend pune, një punë, ose me një person mund ta mbyllni situatën. Kjo mund të ketë lidhje thamë edhe me
situata të ndryshme, me dokumenta, me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me shtetin, situata gjyqësore më saktë, por unë shoh mbylljen e një cikli dhe fillimin e një cikli të ri të lumtur. Shoh që ju do çliroheni nga ana shpirtërore. Dhe këtu kemi energji të shenjave të ujit, kemi energjinë e shenjës Luanit, Virgjëreshës, por dhe Demit dhe Akrepit. Gjithsesi unë shoh një çlirim shpirtëror këtu. Lajme të mira, një fillim i ri që ju do t'ju bëj shumë entuziazm. Dhe mund të jetë një fillim i ri në dashuri. Mund të jetë një punë e re, një partneritet ose një bashkëpunim. Por për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me anën ekonomike, ose ju mbyllni një çështje që ka lidhje me gjykatat, me prokuroritë ose diçka tjetër, dhe çështje gjyqësore të ndryshme, dokumenta të ndryshme, dhe unë shoh që ju çliroheni, por keni dhe lajme të mira. Ju shoh që do të tregojeni shumë në momentin që mund të tregojeni agresiv, se nuk po gjeja fjalën, në momentin që të mësoni diçka të fshehtë ose një sekret që ju është mbajtur, ose një gënjeshtër, një mashtrim që ju është bërë, unë shoh që ju do reagoni në mënyrë pak agresive, por dhe të fuqishme. Por thjesht do të tregoni pak të nxituar me këtë situatë. Dhe fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para. Ju mund të reagoni fuqishëm në lidhje me një sekret në dashuri, në lidhje me një mashtrim që mund t'ju jetë bërë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, ose edhe në lidhje me persona të fshehtë që mund të kenë lidhje me më tepër me ligjin, me dokumenta të ndryshme, ose diçka tjetër që ky person mund t'ju ketë gënyer, ose është një person që ju fshet diçka, ndoshta ju ka marrë diçka ky person dhe nuk ju ka mbaruar punë, me sa shoh këtu. Gjithsesi fati do t'ju ndihmoj për të çuar gjërat para. Do dilni nga kjo situatë. Këtu kemi energjit përsëri, këto 4 energjit, energjia e shenjës së Demit, Virgjëreshës, Akrepit, Luani, por dhe shenjat e Ajrit. Dhe vazhdojmë për çfarë do t'ju ndihmoj fati. Fati ju ndihmon që në lidhje me një dashuri të re. Për pjesën tjetër, do t'ju ndihmoj në lidhje me një punë të re, që ju ta çoni para, ose në lidhje me projekte dhe me bashkëpunime të ndryshme, por dhe nga ana ekonomike. Mbas kësaj situate, ju shoh që do të rriqeni brenda vetes, ju do futeni thellë brenda shpirtit tuaj, brenda vetes tuaj, dhe do mendoni se si të jepni drejtim kësaj situate, ose si të çoni gjërat para. Ju shoh të mbyllur, por gjithmonë këtë tërheqje do ta bëni për të menduar në lidhje se si ju, sepse fati ju ndihmon si të çoni gjërat para. Si në lidhje me dashurinë, me punën për një pjesë tjetër, por dhe me situata të ndryshme. Mund të jenë këto situata që kanë të bëjnë me shtetin, me dokumenta të ndryshme, me gjykata, por edhe në lidhje me çështje dhe situata të tjera të vendit punës, por dhe ekonomike. Gjithsesi këtu kemi energjinë e shenjës së Virgjëreshës dhe shohim jeni plot ëndra, plot iluzione, kemi energji të shenjave të ujit, por jo domosdoshmërisht, energjia e shenjës së Gafores, shoh që jeni me ëndrave dhe iluzioneve, energji të shenjave të Zjarit. Atëherë ju shoh që jeni me ëndrave e iluzioneve, jeni duke menduar rreth një dashurie, do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, por gjithë kjo situatë ju ka bërë që ju të keni frikra brenda vetes. Ndoshta ju mendoni përsëri se mund t'ju bëhet një prapaskenë ose diçka mund të ndodhi aty në lidhje me persona që veprojnë mbas shpinës tuaj, edhe pse ju vërtet i vendosni qëllime vetes për të futur në një njohje, ose për të vazhduar për të çuar para njohje dhe lidhje tuaja. Shumë të vendosur në qëllimet tuaja, por me frikra dhe pasiguri brenda vetes. Ndërkohë duhet keni kujdes edhe nga persona që janë që punojnë mbas shpinës tuaj. Dhe kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, për një pjesë tjetër, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por dhe me çështje dhe situata ligjore të ndryshme që mund të keni, ose me pjesën e dokumentave. Gjithsesi është një që mund të keni dhe armiq të fshehtë, domethënë persona të fshehtë që dëshirojnë të prishin këto ëndra dhe iluzione që ju keni krijuar në lidhje me dashurinë, në lidhje me njohjet, lidhjet që keni,
ose edhe në situata të ndryshme ekonomike, por dhe të vendi punës. Dhe përfundimi, atëhere, kemi energjitë shenjave të zjarit, të ujit. Ju shoh në një komunikim shumë të shpesh. Ju I vendosni qëllime vetes në lidhje me një njohje që do ndodhi nëpërmjet rrjeteve sociale. Është një person që do ta njihni, do komunikoni shpesh, do merrni lajme të mira, do veproni shumë shpejt me këtë person. Mund të jetë një person që ju mund ta njihni në një udhtim, ku ju do filloni të komunikoni, aty gjërat do shkojnë mirë mes jush, dhe shoh që do keni një njohje. Gjithsesi, do jeni duke festuar, mund të shkoni diku së bashku, por shoh 3 persona këtu, mund të shkoni mund të uleni diku dhe do ndjeni shumë mirë me njëri tjetrin, dhe ky person vjen ju ofron këtë kupë emocionale. Do tregohet pak I ndrojtur personi në lidhje me këtë kupë, dhe këtu flasim dhe për njohjet dhe lidhjet që janë nëpërmjet internetit. Disa prej jush mund të jenë në një trekëndsh, e shoh ku ju komunikoni me këtë person, por dikush tjetër ju dhuron këtë kupë. Është një person tjetër që dhe ky person ka ndjenja dhe emocione. Ndërsa për disa të tjerë, ju do keni një komunikim të mirë, do keni festime gjatë kësaj periudhe, do keni lajme të mira, dhe këtë mund ta keni si në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, me fëmijët tuaj e shoh shumë fort këtu. Por dhe në lidhje me kontrata të ndryshme, ju mund të aplikoni për të larguar jashtë shtetit, se ka lidhje dhe me udhtimet. Për të bërë një udhtim, në një rast tjetër mund të aplikoni në lidhje me një vend pune për të shkuar në një qytet tjetër, në një shtet tjetër. Dhe mund të jepni dhe merrni emaile, por aty do merrni lajme të mira dhe shoh që ju do bëni këtë udhtim. Dhe do jeni dhe duke festuar këtë gjë, por ndërkohë shoh lajme të mira në lidhje me ju. Atëhere, kjo ka vlerë edhe në situata të ndryshme, për gjithë ata që mund të kenë lidhje me situata me shtetin ose diçka tjetër. Ju shoh që merrni lajme të mira, do bëni një udhtim, do ta festoni, por ju shoh përsëri me lajme të mira. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thonë. Atëhere, kemi numrin 13 këtu. Dhe ju thot, fund një faze të vështirë, ju thot. Gjithçka rreth jush do ndryshoj, do zbukurohet, ka ardhur koha të ecni përpara. Është një mesazh vërtet fantastik. Unë shoh që vështirësi do t'i lini mbrapa, do shikoni para, shoh që këtu është një fushë e bukur me lule, ju pret diçka e bukur, një njohje e bukur, një lidhje ose lidhje të çoni para dhe ato të jenë më të bukura për ju. Ndërsa në rastin tjetër kjo mund të ketë lidhje me vështirësi që keni kaluar në punën tuaj me një person që mund të keni qenë në këto situata, me dokumenta të ndryshme në lidhje me shtetin, me ligjin. Atëhere ka ardhur koha që ju t'i mbyllni këto situata, të çliroheni dhe shoh që është koha që të ecni përpara. Gjithçka do ndryshojë në jetën tuaj, gjithçka do zbukurohet në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me punën, me anën ekonomike, situata dhe çështje nga më të ndryshmet që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, video të javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoi, por dhe një mbasdite sa më të këndshme.